Moderatorja Kiara Tito është sonte e ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ku ka zhvilluar një bisedë telefonike me Olta Gixharin. Olta nuk harroi të dërgonte edhe një përshëndetje për Lunën dhe për Luizin. Kiara të përqafoi fort dhe ma puth Lunën. Me që je, ma puth edhe Luizin, tha ajo me humor, duke bërë që studioja të shpërthente në të qeshura. Kiara e priti mirë këtë koment, duke e shoqëruar me të qeshur. Ndërkohë që Luizi është përgjigjur menjëherë nëpërmjet një postimi në Instastory. Më shpejt e nxori regjia foton dhe emrin në ekran, se sa bëri ajo të hapte telefonin. Krejt rastësisht DMTH, me qenë se kështu ishte edhe tema, shkruan Luizi.